meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ne falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të përzemërta që i takojnë atij. Përshëndetje mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz të ndershëm dhe të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, motra të nderuara, si që jemi duke folur këto javë për historinë e profetit Muhammed alayhi salam. Radhës që kaloi ne folëm për islamin e Ebu Bekrit, shokut tij të ngushtë sinqert, dhe folëm se si e pranoi islamin Omeri ibnul Khattabi i madh. Në kohën që ishte profeti alayhi salam në Mekë, i shpalosi njerëzimit një koncept madh. Kush ishte ai? Që në atë kohë që ishte profeti, ishte rendi sklavopronar dhe ishte ekzistente sklavëria. Pra ishin pronari dhe sklavi. Islami, i cili është sistem aktual me kohën, me çdo kohë, u mundu gjatë gjithë kohës Zoti i gjithësisë në format që din ai me gjithë dishmërinë e tij, që ta minimizonte sklavërinë dhe në mënyrë graduale ajo ç'dukej fare. Dhe po ti shikosh tekstet që vinë, qoftë për një gabim që bën, thot kush e liron një rob, i falet gjinafi. Dhe do ta shikosh që në tekstet ndryshme, ose thot për shembull që kush i ka mundësit t'ja japi pronarit kaq të holla, ai kalon automatikisht i lirë. Por s'mund vinte ai të Kuranit thoshte që ndalohet sistemi që ishte aktual në atë kohë, sepse me miliona njerëz vdishin nëpër rrugë se s'kishin asim mënyrë për të jetuar, asim jetë jetese. Kështu që gjithmonë Islami në një vend që njerëzit e besojnë, në mënyrë shumë graduale, shumë të bukur, shumë fine, shumë hyjnore, i jep ilaçet e duhura për smundjet që i ka ajo shoqëri. Islami nuk nxitohet, o xhallarët ngaherë po. Islami është i bukur, ngaherë njerëzit e shëmtojnë, po ai i bukur është. Njerëzit e paraqesin atë keq. Po ta shikosh atë në brendësinë e saj, me kujdes do të gjesh që ai e kuron çdo smundje shoqërore në mënyrë shumë graduale. Jo si ne sot që sa e shohim një person, haram, 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 edhe ai ikën s'hymon fe, as afrohet më me fen. Po ta shikosh Kuranin famlar, ilaçin e tij se si vjen, do e shikosh që Kurani e ndaloi alkoolin mas shumë viteve mbasi kishte ardhur Islami. E ndaloi kredin dhe riban shumë vite mbasi kishte ardhur Islami. Kur arriti shoqëria kulmin e moralit, Zoti i gjithësisë urdhroi për të vënë shamin, si a tha që ditën e parë. Kështu që parë në këtë këndvështrim, lumë si ato që e kuptojnë Islamin real. Se i pjesë po kuptojnë Islamin në YouTube-it e të Facebook-ut. Nuk është ai Islam. Dhe profeti alayhis salam në Mekë dha një koncept madh. Atëherë sklavi ishte i pavlerë. Profeti alayhis salam nuk pa që ky është i lirë apo është sklav, i bëri thirrjen Islamit të gjithëve. Di pse? Sepse Zoti i gjithësisë thotë wa laqad karamna bani Adam. E kemi lartësuar shumë cilin? S'ka lartësu i madhi Zot kafshët, as sendet, as shpendet, as insektet. I madhi Zot thot në Kur'anin famlar, dhe kjo është një nder i madh për ne njerëzit, wa laqad karamna bani Adam, e kemi nderuar shumë njeriu mbi të Ademit. Sistemet shoqërore, sido që të jenë, njeriu mbetet njeri.
Dhe nderi që i ka dhënë Zoti nuk bjen kur poshtë. Ai di kur bjen, kur ikën feja. Ai di kur degradon njeriu. Kur njerëzit fillojnë krijojnë vetë filozofi të ndryshme, thotë ky bon, ky s'bon, si Hitleri për shembull. Thoshte kush është raca ariane dhe shëndosh ja vlen të jetojë, kush është i dobët duhet vra, duhet eliminu. Teoria e evolucionit. Kurse i madhi Zot na shpjegoi neve që kush lind nga barku i nënës, njeri është me vlerë të jashtëzakonshme. Dhe njërit nga ato që i bëri thirrje të drejtë për drejtë Islamit dhe të bukur ishte Bilali radhiyallahu anhu. Një rob që asnjë se respektote, një njeri që e shikonin të gjithë me përshmim, ishte me ngjyrë të errët dhe ofendonin akoma dhe më shumë. Profeti alayhis salam këto i shumëzoi me zero se Zoti i gjithësisë ka robin e vet gjithë secilin. Dhe i bëri thirrje Islamit dhe ai e pranoi elhamdulillah. Tani nuk ishte konceptu në herë që robi të pranoi diçka pa lejen e atij që e kishte rob. Biles Islami edhe konceptin e luftoi të robrisë. Profeti i tha, i rast mos thoni robi im, se robët janë gjithë Zoti, thuaj shërbëtori im, ai që më shërben mu. Koncept i pa diskutueshëm Islam. Tani Bilali, mbasi u njoftu me Islamin real, ja përqendroi i madhi Zot besimin shpirt thellë në zemër dhe në shpirt dhe besoi patundshëm me logjik dhe me besim të sinqert. Ai që e kishte në pronësinë e vet, që e mbante si robi vet, ai u mërzit shumë. Si dha mund bëj vaki që robi im të pranojë diçka që thot Muhamedi, s'mund bëj vaki kjo, është e pa imagjinueshme. Dhe i tha atyre të tjerëve, goditeni, rriheni, persekutojeni derisa të kthej. E goditëshin ato Bilalin, thote musliman jam. Ja shtu dënimin, thote musliman jam. I thëshin largohu prej feje duke e godit, thote jo. Vetëm vdekja më nda nga besimi i kësaj bote. Dhe i thojnë që Bilali nuk pranon, tha s'ka problem se don dënimin më të rënd. Zireni shkretir, mesin e vapës shkretirës mes në ditës, jepini ca dënime rrethanore aty se ka për të kthy. Se ai që nuk është musliman nuk e kupton dot çdo të thot besim. Çdo të thot të tavulosi i madhi Zot besimin Islam. Nuk e ka ide. Fare. Dhe i mendoi që do persekutohet e do kthej. Dhe e nxjerrin mes shkretirës, mesin e vapës Bilalin radhiyallahu anhu. E thote jo, me gjitha të dhimbje, me gjitha të vapë, e lanë pa ushqim, e lanë pa pije, thote jo. Nuk kthej nga besim. Ja vendosin një gur këtu, në kraharorin e tij. Imagjinoni gjitha ato probleme që kishte, etjen, urin, vapën e madhe, ja vendosin dhe një gur, duke menduar se do kthej. Bilali arriti në atë gjendje që s'po kishte mundësi me fol. Dhe thoshte vetëm ahadun ahad. Tha një kam besu një. Ato u smun fare. E mendon do kapitulloj tani. Bilali radhiyallahu an sot në xhenet. Ne jemi ke xhamia tabagëve, ideja e besimit ke i madhi Zot. Profeti alayhis salam kur qenë në xhenet e dëgjoi Bilalin para vetes. I dëgjoi hapat e Bilalit përpara vetes në xhenet dhe kur erdhi, që shkoi natën e Miraxhit, i tha o Bilal, hajde herë. Një fjalë kaq para që ec. Po i dërgumi Zotit i tha. Tha si shpjegohet ç'a bën ti që unë dëgjova ty në xhenet përpara me, jo në grada, po ideja diku aty në xhenet. Tha ç'a bëj në dërgumi Zotit ato që na ke mësuar ti? Jo, tha në një gjë specifike të veçantë, tha sa herë mora abdes, fal 2 rekate, ndoshta kjo tha të zhbose be. Kur e bekoi i madhi Zot që shkojnë në Medinë, pastaj se ahadun ahad thoshte, ai se kishte mundësi me fol. Fuqi kishte vetëm me thon ahadun me fjalë Zoti është një, idhujt e Qabes janë gabim. Desh i madhi Zot Ebu Bekri radhiyallahu anhu i kishte thon Zotit holla. Njeriu kur i jep Zotit holla, duhet me ndihmu fen. Këto tonët rreth këto majtas e djathtas me i dhon Zoti lek, s'ka gjë me amajt me ndihmallsinë që bëhet. Thot unë e s'ka tjetër. Këtyre tonëve kur i jep Zoti lek dhe pare, kanë qëllimin kryesor me shtyp tjerët, me i zvoglu tjerët edhe me u lartësu. Haron që do vdesi. Haron që do vdesi. Dhe leku i madh shumë njerëz i bën të vegjël. Kurse Ebu Bekri ishte i madh si njeri dhe i kishte hije leku, pasuria që kishte në atë kohë. Dhe
e merr informacionin që Bilali është duke u përsekutuar rënd. Than, çfarë ka? Than, e kanë bërë këtë, e kanë godit kështu, i kanë përsekutuar në këtë mënyrë, ja kanë bërë dhe këtë, ja kanë bërë dhe këtë. Tha atëre, shkoi ke pronari i vet, edhe i tha sa të bën lirimi i këtij. Sa lek don, ta lirosh, ta nxjerrësh nga slavëria. Dhe ai i dhaj shumë të madhe i kishte shumë. Në fakt nuk bote aq. I dhaj Abu Bekri urdhro leje. Dhe ato qeshën. Than, për shembull, si më dhon 1 milion lek. Dhe Abu Bekri në vend urdhro. Edhe i dha lirin. Kur erdhi problemi që ja dha lekët, i than ato edhe me 100, si më thon dhe me 100.000 lek apo me 10.000 lek do ta jepshim. Tha Abu Bekri dhe me 10 milion do t'ja u jepsha unë. Këndvështrimi i jetës. Ato po e përsekutojshin e nuk ja dishim vlerën në Islam dhe të veprës mirë. Dhe i tha, ky tha, zvlete më shumë se 100.000 lek, për shembull. Abu Bekri i tha dhe 10 milion, unë do e liroj atë. Dhe ç'a ndodhi vëllezër nderuam, pse përmenda Bilalin? Sepse koncepti i parë që përfitojmë është që njeriu vlerësohet si njeri. Sot ka humb kjo dhe prandaj ndodhin gjithë katastrofat në tokë, se po e pe i njeri që s'ka zbon. Po e pe i njeri që ka ngjyrë, thu ky zbon, është i pa vlerë. Po e pe i njeri që ka pushtet e respekton. Po e pe i njeri që s'ka pushtet e nënvlecon. Kurse e vërteta islame, ju begatofti madhi Zot, është që nëse i lind njeri, ai është i bekuar nga i madhi Zot, vetëm nëse e shkatron veten me mosbesim dhe me vepra të këqija. Tani Bilali radhiyallahu an boni këtë sakrificë, a ta pagu Zoti një sakrificë që bën apo jo? Zoti i madh kur bën një sakrificë, ta pagun, ta kompenson? Po. Në këtë botë, koncepti i dytë. Pra i pari ishte që mos nënvlecojmë asnjë. Çdo njeri që lind njeri është i bekuar nga i madhi Zot. E pe tjetrin me ngjyrë, hasha lillah ta nënvlecosh. E pe tjetrin ngjaj shumtut, hasha lillah ta nënvlecosh. E shikon tjetrin ndoshta s'ka pushtet, hasha lillah që ta nënvlecosh. Ai është rob i Zotit. Ai është i bekuar sa ka lind njeri. Çdo njeri që lind nga barku i nënës, pra që lind njeri, ai ka marrë bekimin e të madhit Zot. Pra Zoti e ka lartësuar mbi çdo krijesë tjetër. Kjo është kuptimi i njeriu. Gjithë drama sot botërore ka ndodhur në të kalumen, derisa të kaloj klasën njerëzimi deri në ditën e gjykimit, do fitojnë civilizimet, do fitojnë popujt kur njeriu ta nxjerrin pa dhe kur epshet dhe pasionet e këqija t'i lejnë anash. Çfarë do thotë kjo? Sot ka koncepte në shumë shtete të botës që leku është në mes, njeriu s'ka problem le të vritet. Pushteti është në mes, nuk ka problem, njeriu le të degradojë. Pasioni i femrave është në mes, nuk ka problem se ato prostituohen me miliona në gjithë botën. E rëndësishme unë të fitoj nga një haram, qoftë ajo droga apo qoftë prostitucioni. Nuk ka problem, e rëndësishme unë që unë bëhem miliarder, se vujnë me miliona në botë, s'ka problem. E rëndësishme është ta shes unë duhanin dhe të bëhem miliarder, s'ka problem se mbi 60 milion njerëz vdesin çdo vit. Kjo është të ngel në klasë në konceptet e kësaj bote. Realiteti islam thot njeriu e piqëndrën në mes, edhe çdo gjë tjetër është anash. Ajo që është e keqe s'është fare në autostradën e kuptimit islam. Kjo do të bëjë që njerëzimi të shkojë përpara, kur ti kuptoj këto gjëra që na ka mësuar i madhi Zot gjithë neve. Por çfarë ndodh? Ndodh që kjo nuk vlerësohet. Ne jemi këtu ku jemi. Kur nuk vlerëson njeriu ne mashtron. Kur nuk vlerëson njeriu ne intrigon. Kur nuk e vlerëson njeriu ne spionon. Po ta vlerësosh ashtu siç e ka beku i madhi Zot që e ka kriju, ti nuk ja bën dot to se e kupton vlerën dhe madhështinë që ka krijesa që quhet njeri. Për këtë arsye, gjithë padrejtësitë bëhen për mosvlerësimin e njeriu. Vjen politikani thotë, unë të bëj lek, rëndësishme, s'ka problem se fëmia tjetri s'ka bukë të haj. Në gjithë botën ndodh kjo. Do ta tregojmë ne në hutbe i pjesë brillante nga Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, se kush ishte në të vërtetë, e sa të vegjël është njerëzimi sot. E rëndësishme është kjo është koncepti i parë, e dyta, çdo sakrificë, çdo djers, çdo gjë që bën në emrin e të madhit Zot ai e kompenson. Dhe Bilali radhiyallahu anhu e bekoi madhi Zot ai shumë sa u bë muezini i parë i umetit islam.
Gjithë historia që tregon në xhamin e profetit, Bilali ishte aty duke thirrë ezanin. Muezini kryesor, jo që nuk e lëmvlerësoi profetin nga ngjyra, jo që nuk e lëmvlerësoi profetin se ishte rob, po subhanallahu al-azim e lartësoi derisa e bëri muezinin. Nuk ishte imagjinuar ndonjëherë. Ai që e kishte robin e vet, nuk e konceptonte dot ti dëgjote i këshilli sugjerim, nuk e shikonte dot me sy. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që në fakt ishte psikologjia e tij populli, po doli jashtë asaj se e mësoi Zoti i gjithësisë, e bëri muezinin e parë në Islam. A di çdo thot muezini i parë në Islam? Do të thotë që mbas profetit ai ishte aty, kur hynte profeti që vinte nga shtëpia që kishte afër, ai çote dhe the, këndote ezanin, kur ushiru Meka hypin qapën e mallnueshme. Gjithë ato që ishin nga Meka u çuditën se si robi i zi, thoshin ato i pa vlerë hypi. E hypi Bilali, ati i dha profeti me tregu konceptin e madh që çdo njeri ka vlerë, kur beson dhe bën vepra të mira është i bekum nga i madhi Zot. Bilal dha hyp sipër në qapë knoje ezanin. Njëri nga këto zullumqarët që s'ishte bo musliman, kur i fali profeti tha: sa dëshirë do kisha pas të kisha vdek, se sa të shikoja korbin e zi që thret i gjë të çuditshme atje lart në qabe. Vazhdote me ofendime akoma duke mos i kuptuar madhështinë e konceptit islam. Besimtarët e pranuan me dëshirë të madhe devotshmërinë e Bilalit dhe që ishte muezini i Islamit. Shive, vizioni islam me ngeljen krahas të vizioneve tjera të nënvlerësimit njerëzve. S'ka kuptim fare. Prandaj ka thënë Muhammed Mustafa, do ta shikojmë ditë gjykimit, kush e ka i fije me një madhësi në zemër s'hyn në xhenet. Bëu mendje madh po desh. S'na shkon, se nuk hym në xhenet, sepse fillon i jep vetes atribute që nuk na takojnë. Unë që po flas, ju që po më dëgjoni, gjithë ato që do na dëgjojnë nga kamera, o vëllezër, motra nderuar, do vdesim. Edhe pak vite, qofse kemi, dikush e ka më shpejt, dikush më vonë, dhe ikim ke i madhi Zot, nuk na takon neve me ndjemadhësia, madhështia sikur ç'po bëjmë. Ne jemi përkohshëm dhe gjithë shansin na është dhënë me besu të madhin Zot. Dhe Bilali u bë muezini i madh, dhe kishte rast të hyte profeti, tha rihna biha ya Bilal, tha thirrë i kametin na qetëso me atë o Bilal, thirrë ezanin na qetëso me atë. Mori fam, u boj piqëndra e umetit islam, kush i rob që tjerë të në veçoj që si sklav, se është i zi, se s'ka vlerë. Jo, një i devotshëm i përkushtuar nga i madhi Zot është me vlerë të madhe. Vdiq profeti alayhis salam, edhe Bilali u trondit thellë në shpirt. Imagjino sa e kishte ngret i madhi Zot, po sa i kishte dhënë profeti mbas devotshmërisë. Doli pastaj në xhami, edhe desh me knu ezanin, kishte vdek profeti alayhis salam. Tha Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Tani sa herë thotë ashhadu an Muhammeden Rasulullah, e kishte dërgumin e Zotit aty. Filloi duke e kënduar me zërin e tij të bukur, ashhadu an Muhammeden Rasulullah, edhe filloi duke qajt. Se ishte mo profeti dhe tha Bilali nuk e këndon mo ezanin mas kësaj dite. Edhe e la. I tha njerëzit o Bilal, tha Bilali nuk mundet dot më kur thotë ashhadu an Muhammeden Rasulullah dhe nuk e shef dërgumin e Zotit që të fali namazin. Bilali nuk mundon mo ezan dhe e la. Erdhi problemi për ta mbyll. E begatoi madhi Zot me devotshmëri e me mirësi. Edhe nga i rob që se vlerësote askush, kështu ishin shokët e profetit, i lartësoi madhi Zot ato. Edhe vazhdoi jetën me devotshmëri, me përkushtim. Nuk kemi kohë sot se e ka ngduna 2 herë ezanin, një herë në Medinë, një herë kur ka qenë Mesjidul Aqsa, kur e morën muslimanët kohën e Omerit dhe kur e këndoi 2 herë ezanin, gjithë Medinë ja qante, gjithë sahabët atje qajtën, po ndoshta radhës i vjen. Po desha me tregu fundin, si të bekoj madhi Zot kur jemi të sundus në gjithësisë. I erdhi koha me vdek. Edhe nusën e vet e kishte ke koka. Bilali po thoshte shiqyr që erdhi koha me vdek, kur desh i madhi Zot. Gruaja vet si ishte aty ku duhet. Tha mirë për mu, po vdes bashorti. Tha lum për mu. Bilali, shikoj çfarë niveli. Tha mirë për mu që po mikën bashorti. Tha lum për mu. Tha Bilali për vetën e vet. I tha pse? Pse lum për ty? Tha sepse sot po vdes e nesër do takoj dashurit e mi. Gadan alqal ahibba Muhammeden wa hizba. Nesër do takoj të dashurit e mi, Muhamedin dhe shokët e tij. E dha shpirtin qetë. Po ne po vazhdojmë rrugë drejt, s'ka gjë, me na e marr shpirtin nga dhimbjet pastaj. Inshallah, Allahu xhelle shanu xhelle xhelalu me rahmet do na përfshijë, do na fali, do na bëjë nga njerëzit e devotshëm dhe të mirë. Amin ya rabbal alamin. Qulu ma tastami'un astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën,
dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas.